Ganimete Jashanisa, po drejtona dhe me mbjamër, se po më përgjizni. Kështu që, thash, qa me ndonë ti shumë mirë, deputeti unë ndërume për spjegon që një legjë nuk është shumë i mirë, po fillojnë me punu krejtë bashkë, e ndërtujnë. Qa me ndonë ti për të kongë që unë pëjquj 3 ditë kongë? Del një kongë edhe për 3 ditë edhe harrohet mos përmendet, ndërsa kongët e tua janë me dekada edhe prapë, kur ti ndëgjojsh, ja e din tekstin, e din domethonjen, e din vinë melodike. Mas pari duhet mediat edhe institucionet me qenë pak matë zëshëm në këtë drejtim. Jo gjithë shka prodhohet duhet jetë veç klikim. Po veç, gone, a i për merë telefonin... Unë për marë shambull, në gjmije pagarushë, më shumë shpeshe në dëgjaj. Edhe 100 vjetë kanë me shku jetë edhe s'ka me linë në gjmije pagarushë. Respekt, për të modhe në gjmije pagarushë. Ajo është shumë pak e klikume. Po du me bo një krahasim. Po tash që tu është problemi? Dohet dikosh, për para na kemi pas shumë cenzur, nuk ke mujti, nuk ka mujt gjithë kosh me knu. Sigurisht. S'ke pas vokal. Absolut nuk o këqysh bukuria e kërkoj. As pamja e kërkoj. Tash do me thonë je bukur, s'ka lidhe që shkënën o të kënën, je hetë. Po unë them që në përdarsma le t'jepin pak edhe atyne shans, le t'ju jepin se njerës jetojnë prej kangës, dojnë me u botë të dukshëm, dojnë me u botë popularizun, se mendojnë që na këngëtarët kemi pare shumë, nuk është e vërtit. Ata këngëtarë të cilë... Kena. Na dhe ju. Nuk ka thonë më këtë Qamili vogël, ai që këndon për para nuk ka fytyrë, e ai që këndon për fytyrë nuk ka para. A ka për mundësime po të qyshe dhe fytyra dhe pare me gome? Nuk ish ajo mundësie djanshme, absolutisht. Që ta i në mjetë kërkanat, dikush të shku të pare, dikush të fytyra. Nuk du me gjyku as nje, se ne kemi jashtëzakonisht këngëtar të mirë, edhe ne Kosova e Shqipnia ju kemi dhanë shumë këngëtarë dhe botës, pra ndaj absolut s'po du me gjyku as nje. Po. Kemi këngëtarë në famë botërore që mburemi me ta. Pra ndaj janë ambasador shumë të mirë, edhe kem artiste, kem shumë të mdhenë. Sigurisht të e marë parasysh një popull i vogël me numër, krasim me shtetë të tjera për shembull, edhe të na del namin këtë botën, në mendoj që është punë shumë e madhe, pajtohesh me mu? Unë mendoj që na duhet me ecë me kohën. Kur tham duhet me ecë me kohën, nuk tham që ne duhet me i harru vlerat asnjëherë sigurisht e mëdhaja që i kanë këngëtarët e brezit e brezit e Ganimetës, po dhe e përmenen e Gjmije Pagarushën, e plot të tjerë, Vaçe Zelës, e mos t'hi tash mi numru gjithë me emër. Unë mendoj që na duhet me ullë, me mendu ndryshe, me bo një strategji të punës ku dim të respektojmë vlerat, të ruajmë vlerat dhe të institucionalizojmë vlerat.